Na jemi për respekt babës e të nënës. Para pak ditëve, qëtash dje, par dje. Unë joftova me një qudi. Baba i ka da djendë. A këtë kena më da, dhe unë jam i da për babës ta. Ka da baba djendë të vetë, një që atje, një në Zvicër, një në Itali, një në Gjermani, një në Austri, 4-5 djendë baba. Qëtash këto 2 ditë unë joftova me qëtë rastin, edhe e kam shkrua këtë në letër që ta thamë para juve, më së të harrej, se sendet që kam më foli, kam shkrua këtë. Dhe qëtash, i Italis nuk ka ardhë, i Gjermanis ka ardhë, i Zvicrës ka ardhë, në shpit vetë. Po baba me gjallin qeter kënena. E qëtash këj Zvicrës ka ardhë, në vend se me shku mja bon hazërlekin e babës për Bajram, me shku mja ble, për veti ka shku ka ble, baba vetë le të shkojnë e të ble me nënën në Pleqni. E unë e pash babën, ku për shkojsh? Tha për shkoj të ble dishka që me plakën këtë ditë. Ku për shkoj një po blejmë, tha dishka nej lakum, nej qikolat, dishka për Bajram. Pa se kini as një djallë këtua. Tha jo, ka ardha i djallë, tha po është i Zvicrës, ky jemi që është në Gjermanie s'ka ardhë, ky që ka ra me mua, a i Zvicrës, a i s'po banë për këta me shku me blejë për babë për në. O zoti madhe, o zoti. A fitohet më gjeneti kështu e? A fitoni ju gjenetin qështu nuk i dërje? Jo sot në mas sabahit. Deri të vdesi si të falësh. Babën e nënën se mos të këshyrish ti. S'ka gjenet për ty, bre. Apo më kuptoni, s'ka gjenet më për ty. Ku për shkoni, tha për shkojmë blejmë pleqët 70 kësur vjetë, 80 vjetë, për blejmë një pro hazërlëk për Bajram, po pësa sot djali këtua? Jo, tha këtu është paj që ka ra me mu jo, a i vogli, a i treti, ka artë i Zvicrës, a i Gjermanisë, nëse këqyra cilit ke, a i për më shku, ka shku për blejmë për veti, e babës s'pibon hazërlëk, e babat e të haje buk me nanën vetë, e kytë të haje buk vetë me familjet vetën, e baba e nana vetë në shpit vetë. E ky nuk dhe ta dhirë babën edhe nanën me thmi me amë e buk, bashkë se më dhe kënë se me sabajnë. Qysh për s'kumë kështu më? A ka gjenet për ju? Këthejmë babës dhe nanës. Vëllaj, ka mytë ti. Baba dhe nëna ka ramat qetrit, po thëtë. Po ti, shka i ki jetu këta? Babën, shka i ki babën edhe nënën? Kur të vdese, shkoj mja vëm një kur të vorë, atë jeni të mërmerit. Atë kurin e mërmerit shko që të në mutë. Jo të vorë i babës. Baba s'ka nevoj për kurin e vorë të të tjeqë. Baba ka nevoj për respektin të të mi thonë, o mam, edhe mi thonë a i nanë. Qështu o vlazën musliman, qka s'do të jetojnë me kulturën evropiane, që përne e sjallin këtë kulturë këtu. Pse? Po thëtë, të pavarë, gjalli veç është, baba veç është. A qështu dhe të bëjmë nga kalzoni ju pashë zotën? Këmë braj babë që të ka rritë, të ka rujtë, e të ka shkollu e bukë, s'ka hangër për ty, a je nanë, a një nanat. Une ju kësha thonë, kush e kini babën edhe nanën sot, ju kësha lutë. Nuk jo imponën, ju kësha lutë, shkone një bo prej gjamis të babat e nona, më shkati në vorras. S'ka që në vorras. Se kur gjumë që tash, kur gjumë në vorras, shka për një në vorras ti? Shka për një në vorras? A ki më shku në vorras me thonë, Bajram Mubarakov sëna? Mare trahtar. Kure kanë gjallë, shka i ki bo tash në vorras gurin? Shka për do me bo në vorras? Shka i bo shti në vorras? Se unë e nërë në vorras e kam. Shka me lip në vorras? Se më bo se i gi kure kanë gjallë tash për shka i këti në vorras. Këthej një dinit islam, vëllar feja islame në bërë mirë. Feja islame neve në knaqët në mbërgjë.
Allah Gjelle Shanuhu, inshallah në jep hajtë. Maroni halal se pak i shqetësova.